Vërtet që ne kemi thënë për gjatë fushatës, pas fushatës që SPAK është në shërbim total të pushtetit dhe të regjimit. Kemi parë që zoti Berisha pas çdo dalje nga SPAK-u në dokumentin e proces verbalit lë gjithmonë një shënim se takon drejtuesit SPAK-ut ku denoncon mos hetimin e krimeve elektorale. Si ka qenë situata po në Shkodër kur ju keni qenë drejtues politik dhe çfarë po ndodh me krimet elektorale në bazë të informacioneve që ju keni se jeni nën kryetar partie? Po nuk ka hetim të krimeve elektorale dhe shënimet e zotit Berisha lidhen me atë çka SPAK-u ka dëshmuar me dosjen 184339 dhe në vazhdim, por sidomos është aktualizuar sot me mos veprimin e SPAK-ut apo veprimin dhe nga ana e kundërt. Në Shkodër ne kemi pas denoncime reale, konkrete dhe për drejtuesin e bashkisë, madje ka pas dhe kallëzim nga Partia Demokratike përkundrejt ndërmarrjes së hetimit dhe marrjes pandeur të kryetarit bashkisë që hapur ka shkelur ligjin dhe kodin zgjedhor, i është bërë presion kryetares Partisë Demokratike, e thirrur nga SPAK-u për kallëzimin e saj, madje duke vënë edhe në kufirin e shndrimit kallëzimit real konkret në kallëzim trem. Ndërkohë që asfalti elektoral vazhdonte, ndërkohë që punimet atje kanë qenë pa tabelat orientuese, pa tenderimet e realizuara, por thjesht për dëshmuar gjoja në thonjza të dëshirën që na ka pas kryetari bashkisë për të bërë investime në Shkodër. Pra, ky SPAK-u pushon hetimet kur ka kallëzime, synon kallëzimet tona ti shndrojnë kallëzime treme me qëllim që të kufizonte edhe pjesën tjetër kallëzimeve. Kallëzime tjera kemi bërë në vazhdimsi për presione reale që i kanë bërë punojësve, jo thjesht punojësve, por punojës që kanë qenë komisioner të Partisë Demokratike dhe nuk është marrë asnjë veprim nga ana e SPAK-ut, sepse SPAK-u me dashje konfondon, ngatron atë indicjen që ne japim si parti politike nëpërmjet edhe dëshmive dhe deklaratave me kallëzimet që vinë nga persona të caktuar. Dhe ka luajtur gjithmonë në këtë lloj ambienti dhe territori. Pra dhe në këtë justifikim ka shmangur çdo hetim për krimin zgjedhor që është bërë hapur në Shqipëri, shqiptarët gjithë e dinë, të gjithë edhe mediat e dinë dhe këtë pyes i madh dhe i vogël e di, por çuditërisht vetëm organi që duhet merret me këtë gjë, ai nuk e di. E nuk e di dhe ne nuk presim që ai ta di. Po një thirrje keni për SPAK-un ku i denonconi këto krimet elektorale? Thirrja për SPAK-un ka qenë gjithmonë, ajo vjen edhe si thirrje nga Partia Demokratike, si thirrje dhe sot pushoj këtë maskaradën e thirrjes kot të kryetarit të opozitës, se është maskarad dhe të futet në hullin e punës tij, është një hulli pune që sot në fakt ka pritshmëri shumë të larta nga publiku. Të dëshmoj dhe të marri në hetim dhe të marri si të pandehur kryeministrin e Shqipërisë, ka shkelur hapur kodin zgjedhor, të marrë pandehur gjithë zinxhirin qeverisës në rastet kur kanë shkelur kodin zgjedhor dhe futet thellë në implikimin e krimit të organizuar në blerjen e votës dhe rrëmbimin e vullnetit shqiptarëve. Faleminderit. Vetëm atëherë do bëhet organ që realizon ato prishmëri që ka. Faleminderit. Faleminderit. Kemi ndjekur kështu edhe